Surja Al-Infitar e zbritur në Mekë, ajete 19. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli, Wa idha al-kawakibu intatharat. dhe kur të shkapërderdhen yjet, Wa idha al-biharu fujjirat. dhe kur të përzihen detet, Wa idha al-quburu bu'thirat. dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Atë botës se cili njeri e din se çka ka punuar dhe çka ka lënë prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit tënd që është bujar, Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. i cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi, Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. të formësoi në formën që ai dëshiroi. Kalla bal tukazzibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjegjësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përcjellësit, Kiraman katibin. janë shkrues të ndershëm te Allahu, Ya'lamuna ma taf'alun. ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve, Wa innal fujjara lafi jahim. dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslawnaha yawma ad-din. Aty futen ata ditën e gjykimit, Wama hum anha bighaibin. dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wama adraka ma yawmuddin. E ç'të mësoj ty se ç'është dita e gjykimit? Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri, ç'të mësoj ty se ç'është dita e gjykimit? Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush, askujt nuk do të mund t'i ndihmoj asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut.